Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gjitha falënderimet të takojnë Allah të madhruar, ai është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguar në ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatit. Jemi mirënjohës që na ka mundësuar që edhe sonte të vazhdojmë shoqërimin ton, rrugtimin dhe përpjekjen për të njohur sa më mirë atë me cilën Allahu i madhruar na udhëzon, e që duke ja pa hajrin asaj edhe jeta jonë e kësaj bote të marrë kuptim, po njëkohësisht edhe investimi jonë për të ardhmen, për të përtejmen, tjetë i duhuri. Sonte prap jemi me një temë kështu, jo temë serike, temë me një takim. E tema ka të bëjë me mundësinë e secilit prej neve që të frymëzohet prej Kur'anit famadh për t'u bë shembull ose model. Në të vërtetë, frymëzimi me Kur'an është temë e gjanë, është mundësi e madhe, edhe e artë njëkohësisht, është e pakufizume, për arsye se në secilën fjalë të Allahut fuqiplot, e që fjalët e Allahut janë të përsosura, në secilën fjalë ne mundemi me gjetë mjaftueshëm frymëzim për me përmirësu veten tonë, edhe përmirësimi gjithsesi, do të me qenë i vazhdueshëm i besimtarit, apo ma mirë me thonë synimi i ngritjes, do të me qenë i vazhdueshëm, por njëkohësisht e kemi një borx, një obligim paralel. E ajo është që duke u rregullu vetë edhe duke rrugtu vetë drejt kënaqësisë së Allahut fuqiplot, me mujtë me u bë edhe shembull frymëzimi për dikën tjetër, nga se besimtari në asnjë mënyrë nuk mundet me funksionu mbi parimin e egoizmit. Besimtari nuk bën me kon egocentrik, besimtari nuk bën me mendu se çdo gjë është në funksion ose në shërbim ti e ai si ka borxh kërkuj. Besimtari nuk mundet madje, kështu Kur'ani e jep këtë mundësi. Besimtari nuk mundet me synu edhe me insistu që veç për vete me qenë i mirë, por jo edhe i dobishëm për të tjera. Besimtari nuk është logjike, besimtarit me thonë, unë i këshyri punët e mia, kërkuj si boj keq, kërkuj si adu të keqen, mirë po për te i qesaj nuk dalë. Në të vërtet, frymëzimet kuranore janë të shumëta, të panumërta, që besimtarit do të me u bo i mirë edhe i dobishëm. I mirë për vete edhe i dobishëm për rrethin. Ndërsa, ajo mënyra ma e thjeshtë dhe ma e lehtë e bëmjes mirë për tjertë, e sjelljes dobi për tjertë, është mënyra e të qenit shembull për të mirë. Nuk kushton kur gjë. Ne nga njëherë themi mirësia mundet me qenë edhe materiale. Edhe disa prej këtyne aspekteve Allah i madhruar i ka bë shtyllat të islamit, sikurse është zeqati. Do thonë, i pasuni ai që me vlerat aktuale, kapitali i tij është fjala për të hollat, paret e tij e te i kalon parafërsisht 7.300-400 euro, është kundër vlera e sasisë arit që e parashe Islami, ai që te i kalon këte e ka obligim me dhanë 2.5% njëherë në vjet. Për shembull, dikush që i ka 10.000 euro që thojmë na të palume, do të me i dhanë 250 euro prej asaj në vjet. Për të mirën e përgjithshme, për fukara, për nevojtar, për kështu. Por nuk është bamirësia që Islami e promovon vetëm materiale. Bamirësia materiale, sikurse e vrejmë, është shumë e kufizume. 2.5% është një 20, 39 dinal për vete, një e jep. Ndërsa bamirësia jo materiale
Muj me thonë se është atë sa është vetanake, atë që është edhe kalimtare. Atë shka bon për vete me e bodhe për tjertë. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikurse e dim se këtë hadith e përsërisim shumë edhe besoj që nuk ka kush që se ka dëgju. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë punën të paktën e dashamirësisë për tjerët e ka lidhë me besime. Thot la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Asnjëri prej jush nuk ka besu çysh duhet, përderisa vllaut të vet mos ja dëshiroj atë që ja dëshiron vetes. E thash më ja dëshiru vllaut atë që ja dëshiron vetes, i përfshin të gjitha aspektet e dëshirës për mirë. Vetë dëshiron me kon mirë, me kon rahat, me kon shëndosh, me pas mirëqenje, edhe ato do të më ja dëshiru edhe tjerëve se kur gjon nuk të kushton. Vetë dëshiron tash si besimtar që Zoti me të falë, do të me dëshiru Allahu me i falë edhe tjerë. Allahu me të shpëtu, do të me dëshiru Allahu me i shpëtu edhe tjerë. Vetë dëshiron me shku në xhennet njëjtën, do të me ja dëshiru edhe tjerëve, edhe vetëm në këtë formë kompletohet besimi yt. E tash nuk është problemi vetëm te një diçka e mbrëmshme e cila quhet dëshirë ose dashamirësi, por nëpërmjet kësaj te besimtarit do të me u plotësu një profil, me u kompletu një profil, sikur a i keni pa do fotografi që quhen mozaik e që përbën prej elementeve të vogla. Ata njerëzit e mençur edhe që kanë mjeshtri edhe aftësi, i marrin ato elementet e vogla dhe i qesin aty ku duhet, edhe në shumicën e rasteve, ajo fotografia veç bëhet e qartë edhe për njerëzit e rëndomt, kur plotësohet me shumicën e elementeve. Qështu edhe ti si besimtar, do shme qeni plotësu me shumicën e elementeve pozitive, por sa t'jep Zoti ymër, gjithmonë do shme plotësu vetën edhe me nga një katror të vogël, sado i vogël që të duket në sytë tu, a i përmirësim i vazhdueshëm, ty ka me të bosh shumë të mirë, edhe pamja jote pastaj ka me qenë burim frymëzimi për dikend. Ne sot në këtë kohë, ajo që është dominante, ajo që me u shpreh thjesht, ajo që na e ka mujt, janë fjallët. Fjallët kanë bo agresion ndaj veprave. Fjallë ka shumë, teori ka shumë, libra ka shumë, po praktik edhe vepra ka pak. Në të kaluamën njerëzit kanë folë pak, kanë vepru shumë, edhe veprat e tyne janë konë ma shumë, ma frymëzuese, ma domethënëse, ma ndikuese të tjerët, se sa fjalët e shumta që sot ne i flasim. Edhe për këtë arsye jemi të thirrur pra për me e bë këtë balans mes fjalëve edhe veprave, dhe në momentin që e arrim, padyshim se e plotësojmë një profil të mirëfillt të besimtarit, e profili i mirëfillt i besimtarit përbohet prej elementeve që janë të shumta. Ja nismi i përmend ka një me dhjetra, ndoshta me qindra dalin, po unë du me thonë se njeriu i ka në jetën e tij 3 role paralelisht, ose 3 lloj obligime. Ka obligime ndaj vetës, ka obligime ndaj Zotit, edhe ka obligime ndaj rrethit. Edhe profili përbohet prej këtyne pikave, pastaj që i përmbushin ato obligime. Për me qenë shembull, për me qenë model, se njerëzit sot nuk kanë kohas, nuk kanë gatishmëri me dëgju fjalë, por kanë gjithmonë gatishmëri me lakmu. Edhe unë menoj se mënyra ma e mirë për me ndiku, është kur ti të bash atë që i mirë, sa që tjetri kur të shef ty me lakmu me u bo si kur ti. Kjo nuk ndodhë shpesh, po me gjithat e ndodhë. Për shembull, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur ka shku pejgamberi alaihi salam, kur ka emigru prej Mekës në Medinë, sa po kam rrinë në Medinë, ka shku njëri prej jahudive, ka pas jahudin në Medinë atë botë, edhe ka shku me e pa, thot, në momentin që e kom pa, vetë që e kom pa, ja kom shu sytë, thot, e kom kuptu se që kjo ftyrë nuk është ftyrë e gënjeshtarit.
Do thonë që kjo ftyrë nuk është ftyrë gënjeshtare, se ata paraprakisht kanë dëgju për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. U përhap lajmi për te. Është paraqit një njeri në Mekë, po thotë unë jam i përzgjedhur i Zotit, unë jam i dërguar i Zotit, unë flas kështu, Zoti më flet mua e kështu me radhë, edhe tash këtu muhabete janë bo shumë, a është e vërtet, a nuk është e vërtet, e kështu me radhë, edhe ai thotë unë momentin që e pash, thotë u binda që ftyra e tij nuk është ftyrë gënjeshtare. Edhe kjo është një detaj, një përshkrim, për ndryshe edhe para se më u bë pejgamber, njerëzit kur se kanë akuzu për gënjeshtër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. As për tradhti, as për mungesë besnikërie, as për mungesë mirësjellje. Edhe krejt kjo ka qenë praktike. Krejt kjo ka qenë praktike dhe për këtë arsye pejgamberi alayhis salam kur ju ka fol shokëve të vet, kur ju ka marrë ders xhamatit të vet, ka fol pak. S'ka fol shumë çështo çu flasim ne sot. Edhe çu elaborojmë ne sot, po për shkak se na s'kemi arrit, është sfida jonë edhe do të me vazhdu. S'kemi arrit me u bë shembull, ne masanaj jo vetëm që flasim, po nga njerë edhe ngatrohemi me njerëz, nga njerë edhe grindemi. Kush e ka mirë, kush e ka keq, kush kështu, kush ashtu. Pse? Për arsye se fjalën e mund që kanë thonë, dërsa njerëzit kryesisht përveç një përjashtimi, ata të cilët Allahu i ka mëshiru, po kryesisht nuk po arrin me dëshmu me praktikë se kush e ka mirë. Pikrisht për shkak të kësaj, pra, besimtarit do të me arrit me u boj atill që kur të takon dikush, mos me dyshu në te. Mos me thonë, ky ndoshta po e flet vërtetën, ndoshta jo, por me mujt me u bo, bile prafërsisht. Që kur të na shet dikush me thonë që ky njeri s'rren. Ku po e din, s'di me spjegu, po ftyra e tij po flet që ky njeri nuk rren. E le mo njerëzit që na njohin realisht për së afërmi, s'është takimi i parë, s'është sefte, po njerëzit të fillu prej atyre që na njohin mas miri, që është familja e ngushtë, e pastaj familja e gjanë, e pastaj rrethi kojshite të ngjashme, ata në asnjë mënyrë nuk dohet me pas arsye me na akuzu për mungesë korrektësie, ose mungesë sinqeriteti, ose mungesë virtytshmërie e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një herë i ka thirrë krejt kushërit e vet, familjen e gjanë, edhe kur janë tubu i ka thonë, nëse ju them se mrapa kësaj kodre është një ushtri e cila po don me ju sulmu, am kishit besu? I kanë thonë, të kishim besu për arsye se kur s'na ke rajt. Kur se dim që na ke rajt. Tash na me bo me i thonë dikujt prej njerëzve që na njohin, a më beson nëse të tregoj diçka, do të duhej me thonë, nuk kam arsye mos me të besu, për arsye se ma i mençëm ke rajt ndonjëherë. Që kjo arrihet me përkushtim. Për këtë arsye, konsideroj se elementi i parë, ose ndër elementet e para që duhet me plotësu besimtarin profilin e vet, është sinceriteti edhe përzemërsia. Po i ndaj çto dy fjalë edhe pse unë personalisht nga njeri i përdori si sinonimet njëra tjetrës, njërin e përdori për përzemërsi, e kam qëllim sinceritetin edhe anasjelltas. Këtu po i ndaj për arsye se sinceritet po e quaj ndjenjen e të bëmit të punëve për hir të Zotit. Motivi me qenë për hir të Zotit. Krejt kjo çka po flasim, edhe krejt ajo që synojmë, edhe krejt ajo që bëjmë, edhe krejt ajo dashamirësi që e kemi për tjerët me qenë për hir të Zotit, për asnjë synim tjetër. Kjo s'do me thonë që synime tjera s'kan me u realizu, ose gjona tjera s'kan me ndodhë, kanë me ndodhë sigurisht, mirë po synimi i besimtarit është veç kënaqësia e Zotit fuqiplot. E përzemërsia është pastaj që asnjëherë prej gojës së besimtarit mos me dalë asnjë fjalë përveç se asaj që është e vërtetë. Edhe jo vetëm besimtari me qenë i kujdesshëm për mos me rrejt. Në çfarë do gjendje që tjetë, o ka njëri prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka pas shprehi krejt çka ka dëgju prej pejgamberit alayhi salatu wasalam me i shkru. Të pak t'jen kanë ata njerëz që kanë ditë me shkru, po ja që kjo ka njëri prej tyne, edhe kur i ka dëgju thonjet, urtësit, udhëzimet, këshillat, i ka marrë dhe i ka shkru.
E ka pa dikush i ka thonë, çka po bën kështu? Ka thonë, pi shkruj fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i majt mend, mos mi harru. Thot, mos shkruaj gjithçka, për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është njeri sikur na. Ka njëherë flet duke qenë i qetë, ka njëherë flet duke qenë nervoz, ka njëherë flet duke qenë i gëzum, ka njëherë i pikëllum. Kështu që gjendjet emocionale, simas ti, ndikojnë në atë çka flet njeriu, edhe ky thot, në rregull, masi po më thuti, po unë do të shkoj me e pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe i ka thonë, ja Rasulullah, unë i shkruaj, e kam shprehi i shkruaj thonjet tua, po më tha dikush, mos i shkruaj krejt se pejgamberi alayhis salam flet në gjendje të ndryshme emocionale, për shkak se është njeri. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë, vazhdo me shkru, mos u nal, se pasha Allahun, pavarësisht gjendjes emocionale, ajo i qetë, ajo i idhnum, ajo i mërzitur, ajo i gëzum, thot prej kësaj goje nuk del asgjë përveç të vërtetës. E që kjo është shumë me rëndësi që ne si besimtar parimisht me e pas këte, që prej gojes tonë mos me dal asgjë përveç të vërtetës, pavarësisht në një kuptim të ngushtë, a na bjen mirë, as na bjen mirë. Realisht me e folë të vërtetën gjithmonë bjen mirë. Mirë, po nga njëherë në një çast të afërt mundesh me u ngushtu edhe njerëzit, disa njerëz, jo ata që e kanë shprehi rranan, por disa njerëz nga njerë rrajnë, jo se kanë qef, po ngushtohen, ose ju vjen marrë me e thonë të vërtetën, nuk njihen shumë komod në situatat caktume. Megjithatë kjo nuk është arsye. Kjo nuk është arsye, andaj njeriu do të me konë i përzemërt. Edhe kur njerëzit e dinë se ti nuk rran, kanë me të besu në atë që flet, kanë me të admiru për këtë virtyt, për arsye se përzemërsia edhe të folunit e të vërtetës parimisht është diçka që njerëzit e lakmojnë dhe e dojnë. Madje edhe ata gënjeshtarët, që ndoshta gënjeshtrën në të folmen e tyne e kanë për ditëshmëri, edhe ata e çmojnë njeriun i cili nuk rran. Edhe tradhtarët e çmojnë njeriun i cili është besnik. Edhe ata që s'din vetë me u sjell mirë e çmojnë njeriun që është i sjellshëm. Edhe kjo është diçka që Zoti e ka kriju në natyrshmërinë njerëzore me e dashur të mirën, me e dashur virtytin edhe me e dashur njeriun e virtytshëm. Andaj ti jesh i sinqert, ta kesh motivin që punë me i bë për hir të Allahut. Ky është një motiv i cili nuk shuhet asnjëherë. Është një motiv i cili mbetet gjithmonë i gjallë edhe gjithmonë ki arsye me bë punë të mira. Po njëkohësisht edhe në praktik me e fol vetëm të vërtetën, pastaj kanë me mbet dyrë të hapun për me u bë shembull për të tjerët. Normal, kur flasim për thjesht të folunit të vërtetës, e thash edhe më herët, me folim shumë, po do të edhe me vepru, edhe krahas kësaj, parimisht, edhe në folshim pak, do të me fol vetëm të vërtetën, po edhe në folshim shumë, prap do të me fol vetëm të vërtetën, por nuk do të me mbet këtë nivel, do të me kalu në nivelin e përkushtimit praktik. Do të me qeni përkushtum, do të me dëshmu se atë që po e thu, ti veç jetë duke e ndi në shpirt, e dëshmia ma e mirë e kësaj janë veprat edhe qëndrimet tua. Pra, kur flet për mirësi, e mirësia në praktikën tonë do të me qenë kapitull i mbyllun, kapitull i kalum. Unë kur flas se njeri do të me konë kështu, unë ato puni kom krye dhe i bëjnë vazhdimsi, po tash ty po të tregoj që do shme konë i mirë, shembull. Edhe përkushtimi pra, do të me qenë në nivelin e duhur, ashtu sikur se do të me qenë ky përkushtim i shoqëruar edhe me kujdesin që mos me u gjind në të kundërtën e asaj që e flet. Pra ajo logjika ngam çka po them e mos më këshir çka po bëj, ajo nuk qëndron. Te besimtari nuk qëndron. Në frymëzimet kuranore nuk qëndron. Për arsye se Allah i madhruar thot: "Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun", o ju që keni besu, përse flisni atë, përse e thoni atë që nuk e veproni? Kebura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, është shumë e neveritshme tek Allahu që të flisni atë që nuk e veproni. Në kuptimin pozitiv është fjala. Me fol mirë e mos me vepru mirë, Allah i madhruar po e urrejka shumë.
kështu që nuk mundet dikush me thonë, ti mos më këqyrë çka po bëj, po dëgjon çka po them. Fjalët tona edhe veprat tona edhe qëndrimet tona, padyshim që duhet me qenë në të njëjtën në vijen e udhëzimeve të Allahut fuqiplot. Normal, gjithnjë unë kur flas për çysh duhet na me u bë edhe çysh duhet me qenë, e kam parasysh për arsye se këtë na jep Kur'ani, se megjithatë njerëz jemi edhe gabimet detyrimisht kanë me ndodhë, lëshimet patjetër kanë me ndodhë. Mirë, po ne nuk do të me elon gabimin që me u bë identiteti jonë. Na me u njoftë veç me gabime. Jo, na do të me u njoftë me mirësi, e gabimet do të me thonë asaj, po njerëz jemi, nuk jemi me laçe. E jo me vazhdu me gabue, pastaj veç atëherë kur ja qëllojmë edhe kur bëjmë vepra të mira, me qenë gjë e rrallë. Do të thonë, mos me u identifiku me gabime, po me u identifiku me mirësi. Edhe një rol, padyshim, shumë të rëndësishëm në këtë, e ka të besimtari bindja edhe ndjenja e mbikëqyrjes së vazhdueshme të Allahut fuqiplot. Ne, lidhja jonë me Allahun nuk mundet me funksionu ndryshe përveç se në drejtim edhe në kahje vertikale. Ne jemi poshtë, Allahu është nalt. Ne jemi të kufizum, Allahu është absolut. Ne kemi shumë nevoja, Allah i madhruar i ka të gjitha mundësit, e ka plot fuqin. Por në mes tjera që ka edhe gjithdija. Allahu është i gjithdijshëm. Edhe si rrjedhoj e kësaj, Allahu në vazhdimsi na përcjell, na vëzhgon, na këshyr, e di në hollësi, na dëgjon besa, se çka bëjmë, e çka flasim, madje e di edhe çka mendojmë, edhe tash kur e kemi parasysh se jemi në një mbikëqyrje të vazhdueshme të Allahut fuqiplot, kjo padyshim se prodhon kujdes. Kjo e prodhon një kujdes të veçantë. Edhe në të gjithë jemi dëshmitar se sjellja e njerëzve. S'po du me përgjithësu, po du me marrë shembullin. Sjellja e disa njerëzve në vende publike, aty ku njerëzit shohin, dallon prej sjelljes tij në vende ku njerëzit nuk e shohin. Ose sjellja e njerëzve në vendet cilat vëzhgohen me kamerat, sigurisë, nuk është sigur se sjellja e tyne, prapë për disa po flas gjithsesi, edhe ata që dojnë me bë keq, çka bojnë zakonisht? Zakonisht i zgjedhin vendet ku nuk ka kamera, ose i zgjedhin vendet ku nuk ka njerëz, ose ku nuk ka mbikëqyrje. Pse? Për arsye se në asnjë vende është më lehtë me bë keq. Për shkak se nëse hetohesh, do të përballesh me ligjin. Besimtari e ka një ndjenjë të veçantë, e cila e bën atë superior në kujdesin e tij. Pse? Për arsye se besimtari e din, është i bindur se nuk ka vend pa mbikëqyrje. Edhe në xhungullat e Amazonës, edhe në shkretirën e Saharas, edhe në Mont Everest, edhe ku dush ka. Edhe futën në deti, në ujë, në thellësitë të detit, ose nën tokë gryhen një tunel të thellë në horizontin e 10 Trepçës për shembull, nuk ka vend pa mbikëqyrje. Mundet me mungu mbikëqyrja njerëzore, por nuk mungon mbikëqyrja e Allahut fuqiplot. E kjo ndjesi pastaj i jep besimtarit me gjithë mangësitë që i ka, me gjithë dobësitë që i ka, i ja jep një ndjenjë më të theksuar të kujdesit, edhe në këtë rast ai bëhet më i mirë, ose e synon më të mirën. Prap ka me gabu. Edhe ai që është shumë i bindur se Allahu e shet gjithkund, edhe ai ka me gabu gjithsesi. Mirë, po gabimi i këtij nuk është sistematik, gabimi i tij është gabim i natyrshmërisë njerëzore, ndërsa ajo ndjenjë mbikëqyrjes hyjnore e bën atë ta synoj gjithnjë më të mirën. Edhe mos të thotë dikush, unë do të përpiqem me gdhend shpirtin tan, me u eduku, me u bë aq i mirë, saqë jo me i lon punë të këqija prej frikës, po me i lon për shkak se ato janë të këqija.
Në të vërtet, ky është një nivel i mirë i gdhendjes i edukimet, por nuk mjafton për arsye se njeriu megjithatë ka nevojë me qenë i penguar edhe prej frikës. Për shkak se vetën në mënyrë të mëvetësishme, të pavarur, e kemi problem me ja dalë. Andaj kur e kemi këtë ndjenjë të mbikëqyrjes së Allahut fuqiplot, e kuptojmë varësinë tonë, e kuptojmë nevojën tonë, edhe gjithmonë i lutemi Allahut që Allahu më na ruajt prej të keqes. Po e përmendi një personazh të Kur'anit, edhe një 2 momente të shkurta të konkrete të jetës tij, që ka përshkruar Kur'ani gjithsesi, për me e pasë edhe njeriu i mirë, njeriu shumë i mirë, i përzgjedhur i Allahut, se pejgambert janë të përzgjedhur të Allahut, edhe ata e kanë pranuar se megjithatë nuk janë shkput prej dobësisë njerëzore. Ky personazh është Jusufi a.s. Jusufi a.s. është një prej pejgamberëve të Allahut, që Allahu e ka veçuar rrëfimin e tij me një sure. Do të thonë si rrëfim për Jusufin a.s. Vetëm në surën, në kapitullin e Jusufit e kemi rrëfimin, përmendet Jusufi a.s. edhe në një sure tjetër, si emën, ose jo një, po edhe ma shumë se një sure, mirë po si rrëfim vetëm në surën Jusuf e kemi. Po e kemi bukur mirë të detajume dhe të përshkruam. Edhe mes tjerash, është ai momenti kur Jusufi si djalosh i ri, i zhvillum, i pashëm, shërptor në shtëpinë e zotriut të vet, mbetet vetëm në vetmi, vetëm me zojën e shtëpisë, e cila si mas gjitha gjasave edhe ajo do të ketë qenë gru jo shumë e moshume, pra e re, edhe ajo mund të ketë qenë e pashme, edhe çka ka qenë hala ma sprova ma e rëndë për Jusufin a.s. se ajo është mahnit me Jusufin, edhe ka fillu me ju vardis Jusufit a.s. edhe në një farë mënyre është ma gjeps për i bukuris ti, e ka shfrytzuar rastin vetëm ata 2 në shtëpi, i ka mbyll dyert, i ka mbyll dritaret, edhe i ka thonë Jusufit, ja ku jam, ja ku m'ke. Jusufi a.s. që përshkruan Allahu reagimin e parë, edhe pse rrethana shumë, mos them të favorshme, shumë të lehta për me bë imoralitet. Por Jusufi a.s. fjalën e parë ose klithmën e parë që e ka lëshu, ka qenë fjala ma'adhallah. Ma'adhallah. Këtë shprehje kuranore e kemi përdorë edhe na, e kam përdorë pleston, qysh? Mazallah. I keni një ton, kush? Mazallah. Sare ke vetë dikon, s'ka mjaftu me thonë jo, për s'ka mazallah, zot mos e barë. Në Shkodër thonë prit e zot. Që kjo konë kuptimi. Po kuptimi hala ma i drejt për drejt edhe ma konkret, fjala Jusufit a.s. Ma'adhallah. Kërkoj mbrojtjen e Allahut. Kërkoj mbrojtjen e Allahut. As nuk i ka thonë, oj zoj, unë nuk jam i aty në punëve, as nuk e ke gjetë njerin, as kështu, as ashtu, e shka thonë, ma'adhallah. Kërkoj mbrojtjen e Allahut. Edhe kjo shprehje është shprehje shumë madhështore, për me mujt na me e përvetësu, edhe me e praktiku në jetën tonë, edhe kur do, që mundemi me vrejt në vetën tonë dobësi, ose dobësim, në raport me ndonjë joshje, jo dhe me këto të moralit e imoralit, po edhe tjera. Dikush këshyr me të korruptu, ose dikush këshyr me dëshmurrejshëm, ose çka do të shoh, diçka që ti e din se ajo nuk është punë e mirë. Edhe ti e din gjithashtu, kur je rahat ti e din se është marrë me dalë para Zotit me çat vepër. Po jo vetëm para Zotit, po me bë me ditë edhe vllai jot, edhe baba jot, edhe gruaja jote, ose bashkëshorti te gratë, ose me ditë se e ke bërë çat punë, turpnohesh, marrë. E tash kjo marrja është një lloj pengese, por në shumë raste nuk është e mjaftueshme, se është pengesë që përshtatet me gjendjen njerëzore, ndërsa vyn
nevojitet, edhe mbrojtja hyjnore, mbrojtja Allahut. Për këtë arsye, këtë ma'adha Allah, na ruaj Zot, ose më mbroj Zot, ose mos e bën Zot. Na këto, përveç se duhet me e shndrru në zhargon, në shprehje, mas pari duhet me e shndrru në bindje, në siguresë, në shpirtin tonë, që kur do që po e vrejmë vetën tonë, tu dasht me rshit, me thonë, o Zot, më mbroj, ma'adha Allah. Edhe Allahu e ka shpëtu. E dini ngjarjen e Jusufit a.s. Nuk prish punë me i përmend detajet. Në çato momente, tash ajo po e sulmon Jusufin, Jusufi po munohet mu largu, ajo e kap për këmishe, i shkyjet këmisha. Në çat hallakam hapet dera e shtëpisë. Edhe futet pikrisht i zoti i shtëpisë. Burri i kësaj gruas, i cili ka qenë njeri me pozitë në pushtetin e atëhershëm. Jusufi a.s. plus shërbëtor në shtëpinë e tij. Edhe jabanxhi edhe i huaj në këtë rast fjala e gruas mundet me konë shumë ma me peshë se fjala e tij, akuza e gruas ma e rëndë se mbrojtja e tij. Edhe në momentin që u paraqet burri, gruaja tha, çka do të më i bë, thot, një njerit i cili deshti me ta sulmu gruan. Situata u bë shumë e keqe, e pafavorshme. Jusufi a.s. e folit vërtetën, tha, ajo tha, më sulmoj mu, jo unë atë. Allahu ka dasht, se këtë ngjarjet ndodhen me lejen e Allahut, po derisa Jusufi e kërkoi mbrojtjen e Allahut, tani Allahu i çon edhe sebepet. E një prej sebepeve, aty kur erdhi burri, erdhi me një të afërm të gruas, bashkë erdhen, henën dytë. E ai është ma pak pjesë e problemit, se tash një burr me hyn në shtëpi vetë edhe me e gjetë gruan, e më anku gruaja se Allah filoni më sulmoi. Unë mendoj që shumica e burrave ndoshta s'kishin prit as me e verifiku, po kishin prit qysh me u hakmarr ose qysh me reagu. Po ky burri tash është pak ma larg vorbullës emocionale të problemit. Edhe ky i tha burrit, ka dalë mos u gut, tha se mundu me e vërtetu kush ka gabu edhe kush ka pas drejt. Qysh me e vërtetu? Tha, e shohem nëse ky ka sulmu, ajo zoja duke u mbrojt, ka mujt mja shkaktu nëj gërvishje, nëj mjakput, nëj pull, nëj diçka çka do qoftë. Po thot, nëse kjo ka sulmu, kjo është burr ma i fuqishëm, s'ka pas nevojë me u mbrojt, kjo ka mujt me ik. Hatje këshirun këmishën, mos është e dëmtume, kur e shoj këmishën, e çkyme prej mrapa, edhe e kuptojnë me automatizëm, pa pas nevojë me bëna i farë ekspertize, se fajtore është gruaja e jo Jusufi, a.s. Edhe kjo me adha Allah, deri shto e pruni Jusufin, a.s. që mos me u korit. Jo mos me u ngrit akt akuzë, se tani e fotën edhe në burg ma vonë. Mirë po kryesorja ton e dishin që këto po dojnë me e dënu si të pafajshëm. Edhe, subhanallah, ajo joshja dhe vardisja e asaj gruje, edhe jo vetëm asaj, pastaj po fillun edhe gratë tjera me thonë, qysh more, qysh si ardhmare asaj zojës, gruas të ministrit, me shërbëtorin e vetë deshti me boj moralitet. Edhe kjo kërë ndëgjoj se ato fjalë fillun shumë me qarkullun në shoqëri. I thirë një ditë, ju përgatitin i fargostie, edhe i tha Jusufit, bjerë diçka, a ishte shërbëtor, u dasht me u paracit kër e pan ato, nga habia dhe nga mahnitja, thot i prejnë durët, edhe se vrejten, për shkak se thanë, kjo s'mundet me konë njeri, kjo veç angel do të me konë, ka që i bukur. E atëherë fillun gratë me folë, Jusufi a.s. u largu, po i ndëgjën duke thur intriga edhe duke thonë që na kena me vazhdu me e joshë edhe me u vardis deri sa të mos na përgjigjet. Për ndryshe kena me shtim borg. Tash u kriju një situatë e re, pafajësia u dëshmu, mirë po rreziku po vazhdan, e Jusufi a.s. këtu e bani edhe një lutje që është shumë interesante, edhe shpresoj që Allah na jep ymër edhe mundësi që pikërisht rrëfimin e Jusufit a.s. me e trajtu nga një këndvështrim edukativ. Po vetëm edhe që detaj po e përmendi, e bani një lutje, tha, Rabbi, es-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh, wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min al-jahilin. Tha, o Zoti jam, për mu
burgu është më i mirë se sa ajo që ato po më ftojnë. Më mirë në burg se me u bo imoral. Po masoneje pranoj dobësinë e vetë, dhe pikërisht të që kjo pjesë deshta me dalë, kur thash mbikëqyrja e Allahut, po nga njerë nuk është e vazhdueshme ajo ndjenjë për shkak të dobësisë njerëzore. Se njeriu e ka dhe atë anën e errët, atë animin e natyrshëm, ka do gjona që kjo jetë i ofron. Po tha, o Zot, tha, nëse ti nuk më largon kurthën e tyne, ose nuk më mbron prej kurthës tyne, unë kam frikë se kam me ranë kurthën e tyne, atëherë ku po jetë neri jem, ku po jetë devotshmëria jem, ku po jetë dija jem si pejgamber e kështu me radhë. Edhe Allahu i madhruar ju përzez në lutje. Apo thu burgu ma i dashtëm për ty, në burg ki me hi, edhe ka hy në burg. Po kur ka dalë për i burgu, se dikush mundet me thonë, qysh Zoti e sprovon robin e vetë deri në këtë deregje. Edhe i pafajshëm edhe e qonë në burg, ka mujtë Zoti me e shpëtu në format ndryshme. Ka mujtë na e besojmë, po pse Zoti vepron një mënyrë të caktuar, na nuk kemi shpjegim. Se s'mundëm na me i deshifru urtësitë e Allahut fuqiplot. Mirë po prej asaj ngjarje që tani më ka ndodhur dhe ka marrë epilog, na e kuptojmë se Allahu e ka çu të poshtë për me e ngrit shumë. E ka çu edhe në burg për me e ngrit, pastaj një të ardhme me e bo edhe më nalt se sa ai zotnia në shtëpinë të cilit ka shërby Jusufi a.s. Vjen ma vonë ai momenti masanej kur vetë mreti merret me punën e Jusufit edhe i thirr ato gratë, a jeni normal ju, çka keni dashur me i bon njerit? Ato pastaj thojnë, vallahi, Jusufi është i pafajshëm, na kena pas faj. Allah i madhruar, pra njeri kur është i lidhur me Allahun, Allahu e mbron. Kur e kërkon mbrojtjen e tij, ai realizohet. Kur e synon më të mirën, Allahu e çon ta më e mirja, edhe nëse pak rruga zgjatet, edhe kalim thi përjeton disa vështirësi. Por të gjitha ato vështirësi për besimtarin ndërmjet vllazën janë shkollë, janë mësim, janë kalitje. Sikur krejt vështirësitë, cilat na me zgjedhjen tonë i pranojmë. Pranojmë me shku në shkollë, me shku në shkollë nuk është lehtë. Pranojmë me vazhdu studimet nuk është lehtë, po e dim se kena me arrit diçka shumë të madhe. Ishe njerëzit, për shembull, kur synojnë me arrit diçka vullnetarisht, po e zonë në një disiplinë të sportit. Bojnë stërvitje të hatashme që njeri i rëndon, thot, ja, mos të pa qa barë që në qëto s'kisha mujt me i bo. A i ban, i përballon, pse? Synon me u bo kampion. Ose ushtarët, ose policët, ose kështu me radhë, çfarë stërvitje bojnë shumë të veçanta. Për çka? Për shkak se ata janë edhe për intervenime edhe për punë të veçanta. Që njerëzit e rëndom s'munën me i bo, as s'munën me i përballu. Qështu pra, njerëzit që përjetojnë vështirësi të veçanta, duke e pas synimin e qartë, edhe duke ecë në rrugën e Allahut, edhe duke u mundu që profilin e vet me e plotësu veç me elemente të mira, ata për një me bohen pastaj për punë shumë të veçanta. S'ka dyshim se në gjithë këte, njeriu do të me pas mbështetjen Allahun fuqiplot, do të me mbështet Allahut. Me thonë, Zot, unë pa ty nuk mundem, unë e kërkoj përkrahjen në ndihmën tane, edhe sa herë që njeriu kërkon diçka prej Allahut, në asnjë mënyrë nuk do të zhgënjehet. Është një gjatë cilës na i thojmë vetë besim. Po unë mendoj se shprehja e duhur nuk është fjala vetë besim. Për arsye se ne si besimtar veç e kuptum që vetë nuk mund është mja dalë. Po na do të me thonë, do të me pas besim në Zotin. Jo në kuptimin e besimit që Zoti ekziston, po do të me pas tash këtë bindjen edhe këtë besimin që Zoti ka me të ndihmu. Do të me pas bindjen se Allah ka me të çliru. Se Allahu ka me të largu të keqen, ka me të adhuru suksesin. Që kjo është ajo që në çdo gjë ne duhet ta ushqejmë këtë bindje, këtë mendimin e mirë për Allahun fuqiplot, edhe ashtu qysh na ka thonë vetë Allahu do të jetë pikërisht ashtu qysh mendojmë na për te. Nëse e kemi një hall e i drejtohemi atij, por i drejtohemi duke pas bindje se do të na përgjigjet, Allahu sigurisht do të na përgjigjet. Po nëse i drejtohemi me lutje, me dyshim, pi lut në Zotit, po s'di janë përgjigjet, e dije që nuk do të përgjigjet. E fajtori e vetë ti, se Zotit thot, unë jam që ashtu që shtu më paramendoni. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, lutën e Allahun duke qenë të bindun, se Allahu do t'ju përgjigjet.
Gjithsesi, gjatë gjithë kësaj ka shumë nevojë që njeriu të jetë konkret, të jetë konsistent, i vazhdueshëm, jo me turra. Ju e dini, unë shpesh them, ma mirë është një ngritje e lehtë se sa një vroll e pastaj ndalje. Adhi me i dhonë zor e pastaj me unal, jo, po me vazhdu, qofte edhe me hapa të ngadalt, nuk prish punë. Po, normal, njeriu do të me qenë shumë parimor, edhe nuk është gjithmonë lehtë me qenë parimor, sidomos të e pas parasysh se jeta ka batica edhe zbatica, jeta ka edhe situata të paprituna, cilat na i quajmë nga njëherë sprova ose kriza, e pikrisht në çato gjendje të sprovave, të krizave dhe të vështirësive, që aty dalin shesh ata më të qëndrueshmit. Për arsye se kur jemi rahat, tonë jemi gajretxhi. Mirë, po kur ndodh ndonjë fatkeqësi, që aty dallohen se kush është gajretxhi, kush është sabërli, kush është durimtar, kush është i qëndrueshëm e kështu me radhë. Normal, gjithmonë çdo çka i përmenda deri tash janë qysh njeri me majt veten në formë, qysh njeri me majt veten në rrugë, mos me lajthit. Po gjithnjë këto do të me konë të shoqërume prej asaj që thash dashamirësia për tjerët. S'monët besimtari me thonë, unë po ja du të mirën vetës, edhe u rregullova. Jo, nuk je rregullu, por derisa të mos ja u dush edhe tjerëve pikrisht atë qysh ja don vetës. Edhe në këtë rast nuk janë njerëzit të gjithë në të njëjtin nivel, nuk e kanë tonë komoditetin me i kuptu gjanat që e ke kuptu ti. Nga njerë ne bisedojmë me njerëz rreth punëve të fesë, rreth punëve të besimit. Edhe dikush e flet në i fjallë, që e fjallë mundet me konë shumë eranë. Edhe ti thuvet me veti me pas thonë, une isha tut që jem dalë për i feje dhe kom shkel me 2 kom të besimin. Po me gjithate kjo nuk është arsye që ti me usil keq me atë njeri, për arsye se a i mundet për to që e shejtri, që është për ty shejtri, për to nuk është. Munohu me gjetë mënyrën që a i me e kuptu se ajo fjallë nuk është fjallë e mirë. Ajo qëndrim nuk është qëndrim i duhur. Ajo mënyrë e trajtimit ose e besimit nuk është e qëllume. E këto nuk mundon me arrit nëse ne reagimet i kemi emocionale. Allahu na ka mësu, ka thonë kur do ish me i thirr njerëzit në rrugën e Allahut, qysh do të me i thirr? Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana. Thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi, me këshilla të bukura, wajadilhum billati hiya ahsan. Edhe nëse nuk pajtoheni, kur të debatoni, debato prap me mirësi. Bile jo me mirësi, po billati hiya ahsan, do në thot me më të mirën. Pra arsye se qëllimi s'do të me konë mja mujt tjetërit, po qëllimi është me e qitë në pah një të vërtet. Pastaj jemi nga njerë, po në shumë raste, sidomos kush është prind, apo në pozicionin e prindit. Kur thëmë pozicionin e prindit, është mësuesi, është edukatori, është hoxha, është çdo kush që njerëzit e dëgjojnë. Edhe çdo kush që të njerëzit ka ndikim. E në këtë rast, do të me pas parasysh se edukimi nuk bëhet veç me urdhna, prej pozicionit nalt. Tash baba në shtëpi, fëmijëve më ja u bë me gesht. Bëni çto, mos e bën çto. Jo. Ule veten në pozicion të barabartë me ta, edhe kur t'ju thush diçka, ata le të kuptojnë pse ti po e kërkon çatë, për shkak se është e mirë. Unë e them shpesh, ka do baballar ka njëherë ju thojnë fëmijëve të vetë mos shkonin në xhami. Edhe vinë ata, kur thon fëmijë kanë për qëllim të rritur, po prindi kanë ala. Djali 7-18 vjet, 20 vjet, thot baba, po më thot mos shkon në xhami. Unë i them baba ta dhon të mirën. Po ai shkreti sa shto e di çka është mirë. Tu minutë që është keq me shku në xhami, ai po thot mos shkon në xhami. Me e di çka është mirë, ai nuk i thon ashtu. Po du të them se prindit gjithsesi do të me ushtru ndikim të fëmija i vetë, por jo me atë autoritetin e pa që s'ka frymë, që s'ka shpirt, po me një autoritet natyrshëm, se cili fëmija din që i baba është maj miri, maj forti, maj dishmi, ma kështu me radhë, po të ashtim mos e prish që gjendje, që të autoritet që e ka, edhe muno para se me fjallë, me eduku ata me vepra edhe me qëndrime. Kur e shohin fëmijët, edhe fëmijët janë në ata që e thashën në fillim, me lakmu, me u bo si kur ti, bile ata me ma përparsi do të me qenë
në këtë situatë. Normal, të prindi posaçërisht, do të shumë me konë të kujdesshëm edhe me ditë në rrumë vllazë, ka po na shkojnë fëmijët, ku po rrinë, me konë po shoqënohen. A janë njeh shokët, ose shoqet, djalit, ose vajzës tone. A janë njeh, të kujna janë ata, janë njeh prind, tash na jetojmë një vend ku e kemi shumë të lehtë me u njoft ndërmjet vete. Për shembull, djali yt shoqënohet me një djalë, i kujna është ai djalë? Janë gjë babën, është burr i mirë, është familje e mirë. Pastaj me taku edhe ato, mi thonë që fëmijët tonë po shoqënohen, ti majmë ka pak si bashkë në kujdes. Mos të mërrenë mu djali jam të filoni, ata mos me konë as të ti. Me shku po e zomë rrugëve të këqija ose dikun tjetër. Andaj, nuk bën në asë një mënyrë besimtari me thonë, valla më kanë dalë pej dore, s'po kam çka me ba. Që më kanë dalë pej dore, s'po kam çka me ba, deri sa hiç zban me u dorëzu, hiç zban me u dorëzu. Me thonë e ki fëmin në spital, edhe po i vynë 200 ml gjak. Ti pari je shkon me dhona ata gjak. Po me konë edhe maran, me thonë valla i ka shku njona veshk, i pari je që shkon me dhon veshka. S'pon pra me u pajtu me thonë më kanë dalë fëmit pej dore edhe valla s'po kam çka mi u pa. Gjeje, këtheu pak mrapa, gjeje këshur ku ke gabu. Çka ka ndodhë kur të kanë dalë pej dore, monot, dhe që aty me u këthy e me përmirësu, me i këthy senet në vijë edhe njerë, për arsye se përgjithësia është shumë e madhe të ndërru vllazë. I kam edhe nomin e do pikave për me i fol, po du me e përmbyll shpejt edhe me diçka. Është një gjatë cilën ne e quajmë mirësjellje, cilin do me vetë çka është mirësjellja, ndoshta din shumë me të fol për te, për mi thonë, ama një fjalive si definicion, ndoshta nuk jemi të gatshëm. Jo se na mungon njohuria se çka është mirësjellja. Po se kemi menu me një fjalë me përkufizu për arsye se mirësjellja ka aplikim të gjanë. Ajo që unë e them nga një herë, të na si besimtar, që menoj se du të me u ndreqë edhe me u rregullu, është qasja ndaj mirësjelljes, qëndrimi. Na menojmë se mirësjellja është diçka sikur synetet që i falim, ose sikur namazin e natës që e falqim në Ramazan, valla mirë është. Ku po shkoni për në gjysë natën, valla mirë është, po thojnë është sevap me shku mu falë. Mirësjellja nuk është sevap, mirësjellja është e domosdoshme. Sikur farzi namazit, sikur këtë punë që i bojmë për me mbijetu. S'kemi qare pa hangër edhe pa pi për me mbijetu, për ndryshe vdes. Edhe mirësjellja qëtë pesh e ka. Edhe na si besimtar do të me e pas parasysh këte. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu se mas afërmi me te në xhennet, me pozit do t'jenë ata që do t'jenë më të sjellshme. Edhe ka tregu gjithashtu se në ditën e gjykimit, prej gjanave që do t'kenë peshë edhe vlerë, mas tepërmi është pikërisht mirësjellja. Andaj nuk ka bashkë qashtu, miro me koni sjellshëm, po dhe nëse zbojmë të sjellshëm, kryesorja na po falëm, po shkojmë në xhami, ja. Po shkon në xhami, do shme konë edhe i sjellshëm, je i sjellshëm, do shme shku edhe në xhami. Ato janë të pamdashme, kur e lexojmë Kur'anin, me e lexu fillimin e surës Mu'minun, ju kisha lut një 8 ajete a 10 të para, të shkurta janë. Lexoni surën Mu'minun, kaptina e besimtarëve. Edhe sheni çfarë përshkrimi ju bën Allahu besimtarëve, kanë shpëtuar besimtarët, ajeti i parë. Ata të cilët namazin e tyre janë të përkushtuar. Besimtar, namaz të përkushtuar. Me njëherë çka vjen? Ata të cilët i shmangen të kotës. Do thonë pe namazit dul, mi u shmang punëve të kota. Për i kësaj vjen, walladhina hum liz-zakati fa'ilun. Dhe ata të cilët zakatin e japin, të kthen apet të zakati. Pastaj të çet apet të morale, walladhina hum li furujihim hafidhun. Edhe ata të cilët e ruajnë moralin e tyre. Pastaj ata të cilët hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dhe ata të cilët ato çka e marrin emanet. Edhe ato për çka i japin besën, që aty çndrojnë, s'lëvizin. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Dhe ata të cilët namazin e tyre e kanë kapitull të mbyllur, kur nuk e diskutoj. Që këtë përshkrim shumë interesant është për besimtarët, me qitë rënditje. Elementet janë të rëndësishëm gjithsesi, po edhe rënditja na flet se nuk mundesh me kon namazlije i pasjellshëm. Nuk mundesh me kon besimtar e i vrasht, e vulgar, e kështu me radhë, e arrogant. Për atë arsye, mirësjellja i ka disa pika të veçanta pastaj, që dohet me qenë shenja dalluese dhe identifikuese të besimtarit, sikurse është besnikëria. Besimtari nuk tradhton.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u konë në hasmëri me popullin e vetë, masi u bo pejgamber. 13 vite, ata veç e torturojshin, le si u përgjithshin, përveç një pakice, por ata e torturojshin e të lifar gazepi për jeton të prej tyne, ama kur ndonjëri prej tyne shkon të udhton të dikon, edhe pse ishin hasëm, vike i thëke, o Muhammed, unë po du me shku deri dikon janë një mujtësion shpe, i kam do pare, qëto, Allah i le po t'ilo ty se s'po kom bes, mi alon dikuj tjetër. Edhe i lenin të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Për shkak se nuk tradhonte. Kur u detyru me braktis venin e vetë, me u aratis natën, fshehur azi, krejt ato amanete që i kishte i ala Aliut radiallahu an, edhe i tha qëre, qëtojmë paret e filonit, nesër në sabaj aqan, qëto të filonit i aqan edhe ati, asë një cent në shprehjet tona, nuk e ka përvetësu, nuk ka thonë, unë jam në luft me ta, paret e tine i kam halal, ata që ka pëmbojnë, ja. Besnikria është besnikri. Korektësia është korektësi. Modestia, i prej virtyteve ndoshta ma të nevojshme njerëzore në përgjithësi, po të besimtarin veçanti, është me konë modest. Kujna pi bosh arrogant, kujna pi alun të madhe. I vogël je, si njeri je i vogël, Allah o këten në Kur'an na e kujton vazhdimisht. Vetëm Allah është i madh. Po edhe me tjetrin, le tjetaj edhe mos besimtar, le tjetaj edhe në sytë tu, gjunaqar, Allah unë jem njeri mirë, kjo është alkoholist, ose është imoral, ose është hajnë, ose qka pu... Mos e në nëshma, rriti modest për vete, në mojsh me ndiku pozitivisht të aj, mirë banë, mos mojsh kur gjë kërkuj, ama as gjukatësin mos java, as prokurorin mos java, as arrogantin mos e luj, për arsye se Allah ato mundët me udhëzu e ty me të sprovu, se dere sa jemi të frimun këtë dunja, as njoni prej neve nuk ka siguri të plot. Gjithë kemi nevoj për një stabilitet cilin vetëm Allah i madhruar në edhuran. Allah i shpërbleft për momendjen, ka që kisha lidhur me këtë temë, menoj se kemi nevoj për temat tila në të cilat frymëzohemi, që me u bo mirë për vete dhe që me mujtë me ndiku pozitivisht të tjertë. Allah i shpërbleft, subhanak Allahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilejk.